Familjar, miq dhe përfaqësues të komunitetit Çam u mblodhën për të përkujtuar patriotin dhe intelektualin Lutfi Seko, një qytetar nga filati i Çamërisë që jetoi dhe kontriboi në Elbasan. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të 100 vjetorit të lindjes, 65 vjetorit të arrestimit të tij në kuadër të komplotit komunist anti-Çam dhe 31 vjetorit të ndarjes nga jeta. Për organizatorët dhe të afërmit e familjes Seko, figurat të tilla mbeten një shembull i vyer, ndërsa theksuan se një shoqëri dhe një kombi civilizuar nuk duhet i harroj kurrë ata që kanë dhënë kontribut në dobi të demokracisë dhe lirisë. Sot për qëllim të gjithë familjet shqiptare që kanë vujt në diktaturë, duhet me çdo kusht ta mbrojnë kujtesën për arsye se sot fatkeqësisht përballemi përballë një klase politike antikombëtare, antikujtesë. Sot ne kemi 6.000 zhdukur, mes tyre të zhdukurve dhe pinjoll të familjes Seko. Dhe sot asnjë lloj qeveria, asnjë lloj force politike shqiptare nuk mendon kur do kthehen varret e këtyre 6.000 zhdukurve që i zhduku diktatori më i egër i Europës juglindore Enver Hoxha. Bëhet fjalë për përkujtimin e 100 vjetorit të lindjes së Lutfi Seko nga filati i Çamërisë. Është nga familjet patriote të Çamërisë dhe që në vitin 61, masi erdhën nga Çamëria të përndjekur, të vrarë nga genocidi grek, ata u arrestua më 5 prill, më 1 prill kishte ditëlindjen ai, më 5 prill u arrestua. U dënua mas një hetuesie egërsisht të madhe. Gati i vdekur, por desh Zoti që e mbajti gjallë. U dënua me 20 vjet burg, nga të cilat bëri 15 se jo një amnisti, jo me punë. Lutfi Seko ishte një intelektual dhe patriot i njohur i komunitetit Çam, i cili përjetoi persekutimin e regjimit komunist për shkak të bindjeve dhe angazhimit të tij. Ai mbetet një figurë që simbolizon qëndresën, dinjitetin dhe kontributin për çështjen kombëtare.